Qindra maturanti kanë besuar këtë vit të ardhmen e tyre akademike e Universitetit të New Yorkut në Tiranë, universiteti lider jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë Ballkanin. Universiteti i New Yorkut në Tiranë ka hapur dyert për të gjithë ata që duan të ndjekin studimet universitare në ciklin bachelor, master dhe doktoratur. Që prej themelimit i universitetit ton me Empire State University në Shtetet e Bashkuara, ju jep mundësinë të diplomuarve tanë të përfitojnë diplomën lokale, po ashtu edhe diplomën amerikane të akredituar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mësimdhënia në Universitetin e New Yorkut në Tiranë zhvillohet e gjitha në gjuhën angleze, sipas kurrikulës amerikane, duke e bërë universitetin shtëpinë e qindra studentëve ndërkombëtar nga 43 vendeve të botës. Ne jemi Universiteti i New Yorkut, universitet i akredituar dhe certifikuar ndërkombëtarisht, i cili ka 43 komisi të ndryshme që studiojnë këtu te ne, përfshi dhe profesor të shquar nga vendet ndryshme të botës dhe ofrojmë studentëve mundësinë të punojnë në kompanitë prestigjioze ndërkombëtare. Universiteti i New Yorkut në Tiranë ofron mundësi studimi në 3 fakultete kryesore: Fakultetin e Inxhinierisë dhe Arkitekturës, Fakultetin e Shkencave Sociale dhe Juridikës, Fakultetin e Ekonomisë dhe Biznesit. Prej 24 vitesh, Universiteti i New Yorkut në Tiranë ndjek politika selektive të përzgjedhjes së studentëve ekselent dhe ofron bursa studimi për studentët më të spikatur dhe të talentuar.